Të gjitha klubet e karates pjesë e Federatës së Karates së Maqedonisë pauzën 2 mujore gjatë verës e kanë shfrytëzuar maksimalisht për përgatitje për aktivitetet që i presin si në garat vendore ashtu edhe në ato ndërkombëtare. Pasi ka fundi i gushtit fillojnë dhe lojrat mesdhetare dhe më pas edhe me kampionatin shtetëror, si dhe aktivitetet tjera që janë në kalendarin e Federatës për vitin 2026. Drejtori sportiv i reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut, Arlind Huseini, për televizionin Koha, tha se gara më e rëndësishme për të gjitha klubet është kampionati shtetëror, ku edhe do të bëhet përzgjedhja e më të mirëve për garat ndërkombëtare. Na presin gara shumë të rëndësishme në shtator, ku e më e rëndësishmi detyrimisht duhet të cek Kupën e Maqedonisë për kadet junior dhe U21, ku edhe është një ndër garat më të rëndësishme për përmbledhje të reprezentacionit apo reprezentacioni garuesit më të mirë duhet të fitojmë si numër për kampionatin botëror për kadet junior dhe U21 që do të mbahet në tetor të këtij viti. Po ashtu, pastaj kemi edhe kampionatin universitar që do të përfaqësojnë shumë universitete. Këtë e cek për shkak se edhe garuesit tanë të Maqedonisë marrën pjesë që përfaqësojnë shumë universitete, ndërta mund të përmendi edhe Erdona Ziberin që do të përfaqësojë Universitetin e Tetovës në Tiranë në javën e dytë të muajit nënt. Në lojrat mesdhetare që do të mbahen në Toronto të Italisë nga 21 gusht deri në 3 shtator, Maqedonia e Veriut do të përfaqësohet vetëm nga 3 karatistë dhe sipas drejtorit sportiv është numër shumë i vogël. Për fat të keq, Komiteti Olimpik vendos me 3 garues të merr pjesë karateja, sporti karates. Pse them për fat keq? Për shkak se karateja sjell rezultat. Karateja sjell rezultat në të gjithë rajonin ku Komiteti Olimpik i përzgjedh të gjithë sportistët. Këtë radhë Maqedonia do të merr pjesë me 3 garues nga karateja, që mendoj dhe jam i sigurt që këta 3 garues do të sjellin rezultat. Jam i bindur, edhe pse numri thash është i vogël, duhet të shumë më i madh të jetë numri për shkak se Kosova do të merr pjesë me 9 garues, Malizi do të merr pjesë me 8 garues dhe Maqedonia merr pjesë me 3 garues. Ndoshta mundeshte edhe më tepër garues për shkak se kualiteti është i madh i karateistëve dhe mundësitë janë më tepër për të sjellë rezultate në lojrat mesdhetare. Kur jemi te karateja duke filluar nga shtatori, do të mbahen edhe turne tradicionale si Tetova Open, Kupa e Art, Struga Open dhe të tjera që janë përfshirë në kalendarin e Federatës së Karates për vitin 2026 nga muaji shtator.